morëm një vlerësim shumë pozitiv nga ana e presidentes dhe do vazhdojmë të kryejmë me përpikmëri dhe me shumë këmbgulje të gjitha detyrat që kemi marrë përsipër. Kemi folur po ashtu për forcimin e bashkëpunimit në rajon dhe për forcimin e sigurisë në rajon, duke pasur parasysh domosdoshmërinë që të lidhemi shumë më fort në funksion të qenies sonë në mes, jo thjesht të Europës, po dhe në zemër të Bashkimit Evropian nga një pamje gjeografike dhe në funksion të nesërmes tonë që është në Bashkimin Evropian. Patjetër që kemi prekur dhe çështjen e rezistencës së Ukrainës ndaj agresionit rus dhe edhe në këtë pikë jemi plotësisht dakord që duhet vazhdojmë të mbështesim pa rezervë Ukrainën, sepse aty në të vërtetë përveç të tjerash zhvillohet dhe një përplasje mes një mënyre të parit botës dhe të kuptuarit të bashkëjetesës bazuar mbi parimet dhe vlerat e Bashkimit Evropian dhe të Europës demokratike dhe një mënyrë krejt tjetër të parit botës që i sfidon dhe i kërcënon këto vlera dhe këto parime. Kjo ishte pak a shumë një përmbledhje e shkurtër që unë mund të bëj, duke shprehur një falënderim të posaçëm për Komisionin Evropian, jo për protokoll apo për formalitet, po për faktin që puna që ne po bëjmë për të çuar përpara proceset e brendshme të lidhura me reformat, të lidhura me kapitujt e negociatave, nuk do të ishte dot e suksesshme siç është deri më tani pa mbështetjen e vazhdueshme të Komisionit dhe të gjithë partnerëve brenda Komisionit që ndërveprojnë çdo ditë me ekipin tonë. Dhe sigurisht e falenderoj Presidenten von der Leyen për jo vetëm faktin që rikthehet në rajon dhe që rikthehet në Shqipëri, po për faktin që rikthehet e palëkundur në mbështetjen e procesit të antarësimit plot të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.